Andaj, në këtë drejtim, njëra për çështjeve që ka qenë jetike për neve, që ne të qytetarët i ofrojmë një program i cili i rrit mirësinë e tyre, pra i rrit mirësinë e qytetarëve, të njëjtën kohë edhe një komunikim kemi pas ose një shpërfaqje të një komunikimi jashtëzakonisht unifikues edhe me qytetarë, po të njëjtën kohë edhe me spektrin tjetër politik. Andaj, programi ynë ka parapar një mëri masash në këtë drejtim që të fillimisht të kemi ngritjet në mirësinë sociale, duke filluar me rritjet e paga, pensioneve dhe tarnave të gjitha kategorive të dalë nga luta, po të njëjtën kohë edhe masa tjera në lehtësime tatimore. Pra ne kemi parapar lirime tatimore për gjitha paga që janë prej 0 deri në 400 euro, dhe njëjtën kohë ka ndryshuar për shkallëzime edhe të niveleve tjera, pra prej 400 deri në 800 është 8% dhe mbi 800 është 10%. Për te kësaj, ne kemi parapar që edhe bizneset që cilat kanë qarkullim vjetor deri në 10.000 euro, të mos të tatimohen. A mund ta quajmë këtë variantin progresiv i taksimit? Po, ka qenë i tillë, por që tash që to nivelet e përshkallëzuara janë ngritur nivelet më të larta për faktin se këtu dua pak ta ndal edhe tek varianti natyrisht ajo personale, se Iliri ka goxha shumë eksperiencë në administratën tatimore dhe natyrisht funksionon me grafikone në vazhdimsi edhe flasin për të shifrat edhe ai flet me shifra, por tani të futesh në këtë garën e politikës. Dhe të futesh në atë betejën fillimisht brendshme politike, pastaj edhe të jashtme është krejtësisht ndryshe. A arritet të adoptohesh në këtë gjuhën e politikanëve kosovarë, të cilën ti zakonisht e ke ndjekur kështu nga mediat dhe nga ekrani, tani një pjesë direkte? Po, kushtem, realisht është një çmon pikpamje krejt tjetër kjo angazhimin e politik, por unë kur kam vendosur të angazhohem politik, gjithë ideja ime ka qenë që gjithë këtë përvojën time 24 vjeçare në administratën tatimore të Kosovës, që mos ta la në atë formën e heshtur, por t'i jap një vlerësuar me angazhim në politikë berje. Dihet që ATK-ja është institucion ekzekutiv, pra zbaton ligjin, ndërsa tani angazhimi im në politikë berje ka për fokus pra që duke i parë disa pengesat që kanë qenë ose disa nevoja themi ashtu për ndryshim politika fiskale, të kem mundësi që nga përvoja praktike ta inkorporoj edhe pjesën e profesionalizmit tim edhe në politikë berje. Çështja tjetër mendoj kushtojmë që do diskutojmë këtu në këtë nivel është edhe të ajo çfarë ne si parti politike po i ofrojmë qytetarëve. Ne po shohim nështë her pas here nështë jo programet mirëfillta, në këtë rast edhe nga partia që është ende po shtet, dhe një të formë nuk jep zgjidhje qytetarëve. Me shifra po flitet se ka rritje ekonomike, ka po krejt ideja çfarë shifrash pi referohesh. Ne kemi rritjen e GDP-s, se thëmë, sipas statistikave të lëvizjeve të vendosit, del që herë flasim me 6-7%, herë me 8-9%, por realiteti është që nëse marrëm vitet 2020-2024, rritja e GDP-s ka qenë 3.66. Nëse marrëm 2021-2024, pra, në përjashtu vitin pandemik, atër ka qenë 3.75. Nërsa vitet 2016